أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم أما بعد Allahun e falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, sonte kemi vendosur që të flasim për kërkimfaljen dhe pendimin. Allahu i lartëmadhëruar në një hadith kutsi thotë Inna rahmeti sabaqat ghadabi, që do të thotë me të vërtet mëshira ime e ka mundur hidhrimin tim. Hadithi jep me kuptu se mëshira e Allahut është e gjanë dhe se Allahu e pranon pendimin prej neve. Njeriu është krijesë e përbërë nga shpirti dhe trupi, e njëra pa tjetrën nuk mundet dhe jeta nuk e merr kuptimin e plotë të saj. Por njeriu në vetvete e ka edhe epshin, pasionin dhe dëshirën, janë pikërisht këto elemente që e bën njeriu të dobët për të qenë i pagabueshëm dhe i drejtë ndaj krijuesit të gjithësisë. Marr parasysh se njeriu e ka edhe një armik të përbetuar dhe të pandashëm, sikurse që është shejtani apo djalli i mallkuar. Mendja dhe imani janë në luftë me epshin dhe shejtanin. Në udhëtimin e jetës së kësaj bote njeriu e ka të pamundur të mos bëjë mëkate dhe lëshime. Kujdesi duhet të jetë në nivel dhe ruajtja nga haramet dhe gjunahet duhet të jetë prioritet për neve. Por ja që njeriu bën gjunahe dhe nuk arrin të ruaj kornizat e përcaktuara nga Allahu. Atëherë çfarë duhet të bëjmë që hidhërimi i Allahut të mos na kaplojë e të jemi meritor për mëshirën e Tij. Këtë na e ka treguar Allahu në 10 vende në Kur'an dhe na e ka treguar edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në 10 hadithe të Tij. Thot Allahu në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju që keni besuar, pendohuni te Allahu me një pendim të sinqert. Kjo është një thirrje e përgjithshme që nuk e përjashton askënd dhe ne duhet të pendohemi e të kërkojmë falje për gabimet dhe lëshimet tona. Duke pasur parasysh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Kullu bani Adamun khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo biri i Ademit është gabimtar, është gjunahçar, ndërsa më i miri prej gjunahçarëve dhe gabimtarëve është ai i cili pendohet. Pendimi duhet të realizohet sinqerisht dhe me zemër të thyer, me fjalë dhe me ndryshim në veprime, duke mos u kthyer në gabimet dhe gjunahet e mëparshme. Edhe pishmanllëku, edhe nëse njeriu ndihet pishman, konsiderohet se është penduar te Allahu i lartëmadhëruar, pasi që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "An-nidamu tawbatun." Keqardhja është pendim. Me u ndje pishman, me ndje keqardhje për gjunahin që e kemi bën, atëherë kjo konsiderohet pendim të Allahu Gjelle Shanuhu. Sa i përket formave me të cilat njeriu mund të pastrohet para krijuesit, para Allahu Gjelle Shanuhu, janë disa prej formave, sikurse e para kërkimfalja, shpeshtimi i fjalës astaghfirullah dhe të ngjashme me të. E dyta formë se si njeriu mund të pastrohet nga gjunahet është dhikri, përmendja e Allahut. E treta janë punët e mira, pasi që Allahu thot në Kur'an: Innamal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, me të vërtet punët e mira i fshin ato punë e këqija.
cila do nga punët e mira që sheriati e sheh si të mirë dhe që është e dobishme për shoqërinë dhe për vetë individin, shërben si mjet për shlierjen e gabimeve dhe gjunaheve. E katërta formë se si me u pastru prej gjunaheve e kemi vazhdimin me ibadete. Sikurse që janë adhurimet farze dhe moslënia e tyre, sikurse që është namazi, agjerimi, zeqati, haxhi e të tjerë. E pesta formë është bërja e adhurimeve, ibadeteve vullnetare. Do thonë suneteve dhe nafileve, me namaz, agjerim, umre e të tjera, nëpërmjet këtyre Allahu neve na i shlyen mëkatet tona. E gjashta formë është me u largu nga haramet për hir të Allahut. E shtata, të japim sa më shumë sadaka, lëmosh, vullnetare për hir të Allahut. E teta është të mbajmë lidhjet farefisnore dhe e nënta lutjet që ne i bëjmë të ndryshme, që Allahut na i fal gjunahet dhe gabimet tona. Krahas këtyre gjërave mjafton që njeriu të drejtohet Allahut me trup dhe me shpirt, dhe padyshim se do ta gjejë Allahun falës dhe mëshirues. Sinqeriteti është kusht i pashmangshëm për pranimin e pendimit, por një çështje duhet potencu që është shumë e rëndësishme, ajo është forma e realizimit të pendimit. Në këtë drejtim do të themi disa gjëra. Besimtari musliman nuk e ka të nevojshme të përdorë ndërmjetësues në mes tij dhe Allahut të lartëmadhëruar. E dyta, besimtari musliman nuk ka nevojë që mëkatet e tij t'ia tregon dikujt tjetër e të kërkojë ndihmë nga dikush tjetër, por vetëm se duhet të drejtohet Allahut xhelle shanuhu. Pastaj besimtari musliman nuk i drejtohet as pejgamberit alayhis salam edhe të kërkojë ndihmë nga ai për faljen e mëkateve. Besimtari musliman nuk i drejtohet as edhe dietarëve, evliave apo njerëzve të mirë, qofshin të gjallë apo të vdekur. Ajo që kërkohet është drejtimi i besimtarit drejt Allahut e të kërkojë nga ai falje dhe mëshirë. Nëse këto dy elemente janë ashtu sikur se kërkohet, pra pendimi me sinqeritet dhe saktësia në realizimin e pendimit, atëherë besimtari është meritor për fitimin e mëshirës së Allahut dhe shpërblimeve të tij në të dyja botët. Falja e Allahut është e gjerë, Allahu fal shumë, mjafton që të kthehemi te ai me pendim të sinqert. Kur është koha për të penduar? Koha e pendimit është valide, vlen tër jetën e njeriu. Mirë po në dy raste mund të jetë tepër vonë, e ato dy raste janë e para në momentet, çastet e daljes së shpirtit. Në këtë moment më është vonë për të pranuar pendimin. Duhet që njeriu të pendohet derisa është duke jetuar jetën normalisht dhe jo kur të vijë momenti apo çasti i daljes së shpirtit. Dhe i dyti moment është atëherë kur të lind dielli nga perëndimi. Kur të lind dielli nga perëndimi që sinjalizon se është duke afruar momenti i kiametit, momenti i shkatrimit të kësaj dunjaje, atëherë është vonë për të pranuar pendimi dhe kërkimfalje. Ne si besimtar bëjmë mirë që një pjesë të ditës tonë ta ndajmë për ta marrë në llogari veten tonë. Nëse e shohim se kemi gabu dikun, kemi bërë ndonjë shkelje kundrejt Allahut, atëherë duhet të nxitojmë të pendohemi e të përmirësohemi. Pendimi menjëhershëm është gjithnjë më i mirë se pendimi i mëvonshëm. Së paku, pendimi menjëhershëm shndrohet në mburojë për besimtarin, duke e ruajtur nga dënimi apo fatkeqësitë për të cilat është meritor si pasojë e mëkateve dhe gabimeve të tij. Kjo është sa i përket gjunaheve dhe mëkateve në raport me Allahun xhelle shanuhu. Sa i përket gabimeve në raport me njerëzit. Allahu i lartëmadhëruar këto gabime në raport me njerëzit nuk i ka marrë përsipër që t'i falë. Bie fjala gabimet sikurse që janë shpifje, dëmtim, ofendim, rrahje, padrejtësi, sharje, tradhti, mashtrim e tjerë, për këto gabime njerëzit duhet të sqarohen dhe të qartësohen, të marrin hallallik duke qenë në dunja. Përndryshe, nëse nuk i qartësojnë hesapet, nuk rregullohen çështjet në këtë botë, atëherë ngel ballafaqimi i atyre njerëzve në ditën e gjykimit. Ati do të ballafaqohet i mashtruari me atë që e ka mashtruar. Do të ballafaqohet tradhtari me të
atë që e ka tradhtu. Do të ballafaqohet i humburi me fituesin. Do të ballafaqohet atij i cili u ka bë dëm dhe ai i cili ka qenë në të drejtë. Dhe secili do ta merr dënimin nga ana e Allahut të lartëmadhëruar. Nëse viktima në këtë rast, atij i cili u ka bë dëm ja fal, atëherë nuk e shijon dënimin e caktuar nga ana e Allahut. Prandaj ne themi se raportet ndërmjet njerëzve janë shumë delikate, prandaj Islami insiston në sjellje korrekte ndaj individit dhe ndaj shoqërisë në tërësi. Pikërisht atëherë kur njeri mund të mendojë se ka shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe është drejtuar për në xhennet, atëherë mund të del se i ka bën dëm dikujt dhe pas kalimit të urës së siratit duhet që të ballafaqohen njerëzit për veprat që i kanë bën me njëri tjetrin. Dhe kështu njeri e rrezikon që të futet në zjarrin e xhehenemit, shkaku i një fjale, shkaku i një veprimi të padrejtë kundër dikujt, me anë të kësaj i shkatërrohen veprat që i ka bën dhe i ngarkohen gjunahet e të tjerë. Si të shkojmë te Allahu? E kemi bën një ndarje kështu në këtë dersin e sotshëm. E para nga të gjithë të shkojmë te Allahu si besimtar të mirëfillt. Jemi të bindur se Allahu është një i vetmi që meriton njësimin, adhurimin dhe nënshtrimin. Të shkojmë te Allahu duke i besuar kushtet e tjera të Islamit. Besimin në pejgamberët, melekët, librat, në ditën e gjykimit dhe në caktimin e Allahut. Të shkojmë te Allahu dhe të dalim para tij si ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si popull dhe shoqëri që Kur'anin e kemi pas udhërrëfies dhe udhëzues, ndërsa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shembull e kemi pas dhe rijes. Të shkojmë te Allahu duke i krij praktikat që i parasheh feja jon, sidomos ato që janë farze, obligative në mënyrë të pakontestueshme. Të shkojmë te Allahu me shumë sevape dhe vepra të mira, të shkojmë te Allahu faqebardh dhe me ballin hapur. Por ta përmbyllur se cilat janë dy gjëra që na duhen veçanërisht në ahiret, mjafton ta lexojmë ajetin 111 të surës Kahf. Ku Allahu thotë: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kush e dëshiron takimin me Allahun, le të punojë vepra të mira dhe të mos i shoqërojë Allahut asgjë në adhurim. Në ahiret shkohet kryesisht me dy gjëra: me besim, me iman dhe e dyta me vepra të mira. Sa i përket asaj se si duhet mos të shkojmë te Allahu nuk duhet të shkojmë me shirk, me përshkrim shok ndaj Allahut, pasi që kjo konsiderohet mëkati më i madh, padrejtësia më e madhe dhe tradhtia më e shpifur që njeriu mund ta bëjë ndaj krijuesit Allahu xhalla shanhu, pasi që Allahu thot në Kur'an: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Me të vërtetë Allahu nuk e fal që të përshkruhet shok atij, ndërsa të tjera gjunahe i afal kujt të doj. Kushdo që i përshkruan shok ortak Allahut, ai ka bën mëkat dhe gjuna të madh. Mbi të gjitha duhet të shkojmë te Allahu si besimtar dhe asesi nuk duhet të shkojmë si mosbesimtar apo të shkojmë me shirk te Allahu na rujt. Përndryshe e gjitha kjo që tham nuk vlen atëherë për neve. Do falja Allahut, nëse nuk shkojmë si besimtar, nuk do të ekzistojë, pasi që në ditën e gjykimit për pabesimtarët, për ata që i kanë bërë shirk Allahut, do të ketë vetëm se drejtësi, ndërsa për besimtarët do të ketë mëshirë dhe falje. Nuk duhet të harrojmë pra që te Allahu do të shkohet me besim, me iman dhe me islam, pasi që Allahu thotë: "O me yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kushdo që kërkon fe tjetër pas islamit, nuk do t'i pranohet dhe në ditën e gjykimit do të jetë prej të humburve. Porosia e fundit e këtij dersi, më që ezani është duke u afru, është ta shtojmë istighfarin, të kërkojmë falje nga Allahu sa më shumë, sikurse që na ka thënë Allahu në Kur'an: "Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dhe thuaj, kërkoni falje Zotit tuaj, me të vërtetë është ai falës, ju lëshon shi nga qielli, ju jep pasuri dhe fëmijë, dhe ju jep xhenetin dhe ju jep lumen që ka për qëllim në xhenet. Siç kuptohet nga ajeti, istighfari ka dobi të shumta. Shtrohet pyetja sikur si duhet na me bën istighfar. Është e thjeshtë, vetëm të themi fjalën astaghfirullah.
Ti kërkojmë Allahut falje, nëse mundemi pastaj mund të themi astaghfirullah wa atubu ilay. Kërkoj falje nga Allahu dhe pendohem te ai, ose format e tjera, sikur se janë astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay. Nëse nuk mundemi këto me i thon, mundemi edhe në gjuhën shqipe, por është mirë me i thon në origjinal në gjuhën arabe. Këto dua i gjejmë në librat që kanë të vogla që përmbajnë dua dhe dhikre. Dhe aty e kemi një dua specifike të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që ta themi në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe ka thonë se kjo dua është zotëria e istighfarit, që në kupton se kjo dua është duaja më e mirë për të kërkuar Allahut falje. Kjo dua është ajo që ne e themi në fillim të dersit ton, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar të themi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Që do thot, o Allah, ti je Zoti im, nuk ka Zot tjetër pos teje, më ke krijuar mua dhe unë jam robi yt. Dhe jam në premtimin tënd aq sa mundem. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e asaj që e kam vepruar. Unë i pranoj dhuntit e tua që më ke dhënë mua dhe i pranoj gjunahet e mia, andaj më fal mua, pasi që nuk mund të më fal gabimet askush përveç teje. Kjo është duaja më e mirë për të kërkuar falje Allahut dhe e gjeni nëpër librat apo nëpër aplikacionet në telefon, të cilat përmbajnë dhikre dhe përmbajnë dua të ndryshme. Është mirë me shpeshtu këtë dua në mëngjes dhe në mbrëmje, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e thot këtë dua në mëngjes dhe vdes atë ditë, atëherë do të hy në xhenet. Dhe kush e thot natën dhe vdes atë natë, do t'i mundsohet që të hy në xhenet. Elusim Allahun me emrat e tij të bukur, që mëshira e tij të na përfshijë të gjithëve. Pa mëshirën e Allahut ne do të jemi të humbur si në këtë dunjë dhe në botën tjetër. Neve na ngel me vazhdu rrugën e drejtë aq sa mundemi dhe çështja jonë e tjetra i përket vetëm se Allahut të lartëmadhëruar. E përfundojmë me ajetin më shpresdhënës në Kur'an, për të na dhënë shpresë gjithëve neve që të pendohemi sado që kemi gjunahe. Sado që i kemi gjunahe të mëdha, kjo është ajeti më shpresdhënës në Kur'an. Më shpresdhënës se kjo ajet nuk ka tjetër ajet. Ka thënë Allahu: "Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwas samiul alim." O ju robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten e juve me gjunahe, mos hiqni dorë nga mëshira e Allahut, pasi që Allahu fal gjunahe shumë. Allahu na fal e na dhash të mira në dunja e ahiret, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.